Akoma pa u mbushur 2 javë pas zgjedhjeve të cilat janë mbajtur me 23 shkurt në Gjermani, jo vetëm që dihen rezultatet e zgjedhjeve, dihet kush fitoi dhe kush humbi, por ndërkohë partitë e Unionit CDU-CSU dhe Socialdemokratët, pra SPD, kanë përfunduar me sukses edhe parapërgatitjet për koalicionin e ardhshëm qeveritar. Këto parti sot, me 8 mars, kumtuan se kanë rënë dakord për çështjet më të rëndësishme dhe se shumë shpejt do të fillojnë edhe zyrtarisht negociatat për koalicion të cilat pritet të përfundojnë deri nga mesi i prillit. Zyrtarisht tani pritet edhe miratimi nga partitë. Kandidati për kancelar, lideri i partisë CDU, Friedrich Merz, pastaj lideri i partisë CSU, Markus Söder, si dhe krerët e Partisë Socialdemokrate bën të ditur sot se negociatat përgatitore kanë përfunduar me sukses dhe atë për shumë çështje. Ata më parë kanë rënë dakord që të krijojnë një fond për infrastrukturën në vlerë prej 500 miliard euro në 10 vitet e ardhshme. Kanë rënë dakord të heqin frenën e borxheve dhe të ndajnë për mbrojtjen aq sa është e domosdoshme. Ndërsa sot kanë rënë dakord edhe për çështjen e migracionit, një çështje shumë e nxehtë, për çështjet e zhvillimit ekonomik si dhe për reformimin e ndihmave sociale, ato që në Gjermani quhen Bürgergeld. Marrëveshja për migrantët dhe azilkërkuesit parashikon edhe mundësinë e dëbimit të azilkërkuesve në kufijtë e jashtëm të Gjermanisë, por në marrëveshje me vendet fqinj. Dëbimet në kufi të azilkërkuesve do të jenë të mundura atje ku ka kontrolle kufitare, por është me rëndësi pra që të arrihen marrëveshje me vendet fqinje që të mos ketë fërkime mes tyre. Ndryshime do të ketë edhe në çështjen e ndihmave sociale, pra të Bürgergeld. Partitë e Unionit CDU-CSU duan të ndryshojnë komplet sistemin e Bürgergeld dhe futjen e një sigurie bazike për personat që kërkojnë punë. Si do të duket kjo, mbetet të shihet sakt, por partitë e Unionit CDU-CSU edhe më parë kanë pohuar se duhet të ndryshohet komplet sistemi i ndihmave sociale dhe se punëtorët që punojnë duhet të marrin më shumë se sa ata që jetojnë nga ndihmat. Deri tani dihet se personat që refuzojnë të punojnë në punë të ndryshme që janë të pranueshme nuk do të mund të marrin ndihma më fare, por kjo natyrisht, siç e thash, mbetet të definohet sakt në marrëveshjen përfundimtare për krijimin e koalicionit qeveritar. Shefi i Partisë Socialdemokrate, Lars Klingbeil, tha se ata që refuzojnë të punojnë nuk mund të presin ndihma të ngjashme sikur edhe të tjerët. Ndërsa Merz tha se ata kanë rënë dakord edhe për çështje të tjera që janë në përputhje me rregullat europiane sa i përket punës jashtë orarit të punës dhe disa rregulla të tjera, por siç e thash, këto duhet të saktësohen. Tani partitë duhet të miratojnë pra edhe zyrtarisht fillimin e negociatave për koalicionin, por është e qartë se partitë e Unionit CDU-CSU dhe SPD-ja janë shumë afër krijimit të koalicionit qeverisës. Pritet që negociatat të përfundojnë deri në festën e Pashkëve, nga mesi i prillit, pra. Në fund do të bisedohet edhe për ndarjen e posteve, pra jo në fillim, por në fund, pastaj për ndarjen e ministrive, cilat parti do të marrin cilat poste e tjere tjere. Ndërsa më pas mund të paraqitet edhe kabineti qeveritar që sipas të gjitha gjasave do të thotë se deri në maj Gjermania mund të ketë një qeveri të re me një kancelar të ri, i cili sipas të gjitha gjasave do të quhet Friedrich Merz. Por unë do të ndjek me shumë vëmendje këtë proces dhe nëse ka ndonjë ndryshim me siguri që menjëherë do t'ju njoftoj, në veçanti nëse ka ndonjë ndryshim për të huajt dhe për çështjen e punës apo çështjet që u takojnë atyre. Ndërsa ju mos harroni të abonoheni në kanalet e mia dhe të shpërndani edhe këtë video sepse më duket interesant për të gjithë ata që jetojnë në Gjermani. Faleminderit shumë dhe mirupafshim së shpejti.